Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Të nderuar shikues të TV Globit, fillimisht shfrytëzoj nga rasti që t'ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame, me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala alayhi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begati dhe dhuntit e të madhit Zot qofshin mbi të gjithë ne. Duke shprehur mirënjohje për këtë bashkëpunim të Muftinisë së Bashkësisë Fetare Islame të Gostivarit, që edhe neve si të rinj na japin atë hapësirën për të përçuar fjalën tonë tek masa. Vëllezër të dashur dhe motra të nderuara, s'ka dyshim se muaji i bekuar i Ramazanit është muaji i Kur'anit famëlar. Po neve na takon që realisht të pyesim veten tonë se a është tek ky Kur'an udhërëfies i jetës tonë, a është tek ky Kur'an ai sinjalizuesi i rrugës tonë, apo është thjesht një libër të cilën ne e kemi haruar në përrafte. Allahu fuqiplot në mënyrë të drejtë për drejtë na tregon në Kur'an dhe thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an." Muaji i Ramazanit është muaji në të cilën u shpall Kur'ani. Vëllezër të nderuar, motra të nderuara, ky Kur'an nuk u shpall, nuk zbriti në muajin e bekuar të Ramazanit, që thjesht të jetë një libër i cili do të lexohet me anë të zërit të bukur, apo kur do të dalim ne prej këtij muaji të Ramazanit të lavdërohemi, bëra 2, 5 apo 10 hatme. Ky Kur'an u zbrit nga ana e Zotit për qëllime, çështje shumë më të mëdha, e një prej tyre më kryesorja është se ky Kur'an u zbrit për të ndryshuar personalitetin ton rrënjësisht. E në qoftë se ky Kur'an, apo ne nëpërmjet këtij Kur'ani nuk e arrim këtë gjë, atëherë thjesht ky si lexim ka kaluar në për buzët tona. Të dashur vëllezër, të nderuara motra, ne sot shikojmë shumë njerëz të cilët lexojnë Kur'an, po përsërin besin të pandrishueshëm. Pse ndodhen kjo? Sepse sot ka shumë si të cilët shohin harfet e Kur'anit famëlar, po zemra të cilat nuk reflektojnë dhe flejnë. Ne sot të nderuar, t'i rikujtojmë pak fjalët e Abdullah ibn Mesudit, i cili na porositi dhe tha se ne nuk ndodhte të kalojmë të lexojmë 10 ajete nga Kur'ani famëlar, të ndalemi, të studiojmë ato ajete kur'anore dhe pastaj t'i praktikojmë. E sot ndodhen e kundërta. Ne lexojmë me 10 faqe nga Kur'ani famëlar, po përsëri ngelim të pandrishueshëm. Neve si hoxhallar, të nderuar shikues, na bie rasti dhe na bie në hise që të takohemi shumë me masën dhe shpesh herë vërejnë djemë të ri, vajza të reja, të cilët neve na thuan unë lexoj Kur'an, po jam i kapluar nga stresi, nga depresioni, nga bëshlloku shpirtëror. Po pse ndodhen kjo? Pse është duke na ndodhur neve kjo gjë? Në anën tjetër Allahu Gjelleshanu ka premtuar dhe thot: "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dhe ne të zbritëm ti Kur'anin, o Muhammed, që është shërues dhe mëshirë për besimtarët. A është e fajt tek Kur'ani? Jo, padyshim, është fajt tek ne. Një rast, një ndodhi që më bën shumë përshtypje në lidhje me këtë temë është fakti se si Omeri radiallahu anhu e pranoi Islamin. Vëllezër të dashur, Omeri radiallahu anhu nuk ishte armik i thjeshtë i Islamit. Ai ishte armik shumë i fortë, kishte fuqi fizike, kishte pasuri, i kishte të gjitha gjërat dhe ishte armik shumë i rrezikshëm i Islamit. Mendonja të dashur vëllezër dhe të nderuara motra, kur ai e mori shpatën e tij dhe shkoi
për ta vra Muhammedin alayhi salam, doli në rrugë që ta vras Muhammedin alayhi salam. Kur doli në rrugë, rastësisht e takoi një kalimtar dhe e pyeti: ku je duke shkuar o Omer? Tha: unë jam duke shkuar ta vras Muhammedin. Tha: si shkon ta vrasish Muhammedin? A nuk e shikon shtëpinë tënde? Shko tek shtëpia e motrës kunatit, pra dhëndrit tënd, dhe shife se ata e kam përqafuar këtë fe e veçma. Omeri u nevrikos shumë. Më njëherë e ndryshoi drejtimin, shkoi tek shtëpia e motrës së tij. Kur u afrua tek dera, i ndëgjoi disa ajete kuranore duke u lexuar. Kto ja reflektuan pak zemrën. Hiri në shtëpi, atëherë i shpërtheu ai zemrimi, e goditi kunatin e tij, e zdroi në tokë, e goditi edhe motrën e tij, edhe atë e zdroi në tokë. Nga fytyra e ndershme e motrës së tij filloi që të rrjedhë gjak. Dhe ajo ishte një besimtare e përbetuar, me besim të palëkundur. I tha: o Omer, na bëj çfarë të duash ti neve, ne nuk kena për të ndryshuar nga kjo rrugë, ne nuk kena për të ndryshuar nga kjo fe. Atëherë Omeri radiallahu anhu nga këto fjalë u prek në zemër më shumë se sa është goditja e shpatës, dhe i tha motrës së tij: mi jep ato fleta të cilat ishi duke i lexuar, të shoh se çfarë shkruan në ato fleta. Ajo përsëri i tha: ti je i papastër, shko pastrohu fillimisht dhe pastaj do t'i jap unë ato fletat. Shkoi Omeri, u pastrua, u kthie. Çfarë të shohë vëllezër të dashur? I pa ajetet e ndershme të surës Taha, në të cilën Allahu xhelleshanu drejtohet dhe thot: Bismillahirrahmanirrahim, Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, ne ti o Muhammed nuk ta zbritëm këtë Kur'an që të të ngarkojnë. Në këtë moment, Omeri u prek nga këto fjalë, nga këto ajete kuranore, u prek direkt në zemrën e tij, nuk i kaluan vetëm nëpërmjet gjuhës së tij, dhe tha: sa fjalë të mira që janë nga këto. Dhe më njëherë kërkoi që të takohet me Muhammedin alayhi salam. Mendonja vëllezër të dashur, një zemër e cila kishte dalë me urrejtje që ta vras Muhammedin alayhi salam, doli para Muhammedit alayhi salam për t'ia dhënë besën se do t'i shërbeje deri në frymën e fundit të jetës së tij. Të nderuar shikues, kjo ndodhen vetëm se ne në qoftë se i përmbahemi Kur'anit famëlart, në qoftë se tek ne nuk ndodhin ndryshime duke lexuar Kur'an. Faji nuk është tek Kur'ani, po është faj tek ne, se ne këtë libër e lexojmë vetëm me anë të sinjve të ballit e jo me anë të sinjve të zemrës. Ky Kur'an është ai i cili arriti nga njerëz të cilët mund të themi se ishin tiran të padrejt zullumqtar, arriti t'i bëje halife, udhëheqës të shtetit islam, të cilët dridheshin nga fjala e Allahu xhelleshanu dhe nga sunneti i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ky Kur'an ishte edhe para 1400 viteve. Ky Kur'an është edhe sot tek ne, po pse nuk ndodhen ndryshimi? Ndryshimi të nderuar nuk ndodhen sepse ne gabimisht jemi duke e lexuar këtë Kur'an. Andaj, në këtë muaj të Ramazanit, lutim Zotin që neve këtë Kur'an të na bëje udhërëfies të jetës tonë. Lutim Allahun xhelleshanu të na pranojë të gjithë ibadetet tona. Lutim Allahun xhelleshanu ta bëje besimin ton gjën më të dashur si për këtë dhe për botën tjetër. Ta bëje më të dashur se sa ujnë e ftohet në mesin e vapës së shkretirës, më të dashur se sa pasurinë tona, dhe më të dashur se gjithçka të cilën ne mund të arrijmë në jetën e kësaj dunjaje. Ibadallah, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم والحمد لله رب العالمين بسرة سورة الفاتحة.